Në për shumë vendbanime të trevës së Pollogut dhe jo vetëm janë organizuar iftare në ambiente të hapura ku kanë marrë pjesë me qindra, por edhe me mijëra pjesëmarrës. Ka patur edhe viteve të kaluara, por duket se në këtë Ramazan ky trend ka qenë tepër i pranishëm, duke shtuar begatinë e këtij muaji të bekuar dhe duke nderuar e respektuar qytetet, lagjet e fshatrat e rajonit. Një iftar i tillë, siç u tha, me mbi 1000 pjesëmarrës u organizua në Gostivar. Iftari u shtrua përballë kullës së sahatit. Ramazani është muaj feste dhe festat bëhen më të bukura kur i ndajmë bashk, ishte thënë në këtë iftar. Por jo vetëm në Gostivar, në rrjetet sociale shpërndahen pamje nga shumë vendbanime ku janë organizuar iftare në ambiente të hapura. Një i tillë vjen edhe nga fshati Përshevc, pamjet flasin për një atmosferë festive. Zakonisht për iftaret, ushqimi dhe pijet sigurojnë nga donatorët, individ e kompani që nuk hezitojnë të investojnë në raste të këtilla, kur iftaret në ambiente të hapura japin mesazhe mjaftëdhënëse, angazhojnë rini e qytetit, lagjeve apo fshatrave për të lënë përshtypje sa më të mirë dhe për të begatuar Ramazanin. Iftaret e këtilla përcjellin mesazhin e solidaritetit, bashkimit dhe mirësisë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit, kurse organizatorët synojnë që aktivitetet e këtilla të mbeten tradicionale për çdo Ramazan.